Emiliano Biraku është një djalë i shkëlqyer i cili vjen nga Skapari, nga pjesët të Morricës, i mbrojtur me gjithë cilësitë më të mira të asaj zone, edhe të Skaparliut në përgjithësi, të mikpritjes, të këmbguljes, të dinjitetit, të aftësive për të mbijetuar në situata të vështira. Një djalë pra që siç e tregoi dhe vetë, ka shkuar në Venecia, i mbështetur nga disa familjarë bashkë me vllajën e tij Ermalin, kanë studiuar me rezultate të shkëlqyera dhe kanë arritur shkallën më të lartë të integrimit që do të mund të imagjinonte një shqiptar në një prej kryeqyteteve më të rëndësishme të Evropës dhe të botës. Një nga qendrat më të rëndësishme turistike të Evropës dhe të botës në Venecia. Integrimi politik, detyrat politike që ai ka marrë përsipër, detyrat sociale që ka marrë përsipër, drejtimi një sindikate të rëndësishme të Confesercenti, kush e njeh mënyrën se si funksionon ekonomia italiane, e di se sa të rëndësishme janë në jetën ekonomike dhe në jetën publike të një qyteti kaq të rëndësishëm si Venecia, role të tillë, organizata të tilla, kështu që është kënaqësi për mua që jetën dhe shembullin e tij të suksesit ta bëj me dije për një audiencë më të gjerë kombëtare. Dhe prandaj e quajta edhe venecian sepse ai është i integruar tërësisht në jetën e një qyteti kaq të sofistikuar, i cili ka qenë për 1100 vjet kryeqyteti i Republikës Serenissima pra një qytet që bart një nga shtyllat më të rëndësishme të qytetërimit botëror dhe qytetërimit perëndimor në veçanti. Nga sa më bën me dije regjia, Emiliano është në linjë Skype. Emiliano, përshëndetje. Përshëndetje, ju falenderoj nga zemra për ftesën, për vlerësimin, për fjalët e mira. Dua të përshëndes edhe Airinun dhe uroj kombëtares shqiptare në këtë momente një rezultat sa më të pastër, edhe një rrugtim sa më të mirë drejt kualifikuesve të botërorit. Shikoni që Emiliano, ashtu si gjithë bitë shqipes që fakt ata poetët e famshëm të Arbreshi quhenin gjaku i shprishur, në fakt nuk janë gjak i shprishur, siç do t'rregoj unë, janë ata që kanë bërë rrethimin e dytë të Venecias. Rrethimi i parë ka qenë mesjet, rrethimi i ndritshëm edhe ai me figurat ndritshme. Rrethimi i dytë është ky i shqiptarëve të shkuar në Venecia mbas hapjes së Shqipërisë. Siç e përmendi Emiliano, bashkë me mua është dhe Hajro Nuo, i cili është drejtori i shkollës Met Hasa në Durrës. Apo jo, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Ju përfaqësoni komunitetin Skraparli të Durrësit. Pra ju kontrolloni edhe Durrësin nëpërmjet një komuniteti të madh apo jo, që është afro rreth 20.000 banor. 20.000 banor. Të zhvendosur në kohë të ndryshme, kryesisht pas 90-s në qytetin e Durrësit. Dhe kontrolloni edhe Venecian. Normale. Pra është diçka normale. Që nga një zonë e thellë e Shqipërisë e mbushur me male, kontrolloni dy qytete të rëndësishme detare. Po e nis këtu sepse kur e kam pyetur Ermalin cilat ishin vështirësitë e fillimit, ai më thotë rrugën e patëm të shtruar. Se rrugën na i kishte shtruar Skënderbeu. Edhe normalisht mos jeni profesor historie ju? Jo, i gjuhë letërsisë. Okej. Po do t'ja lëmë se Ermali, siç e tregoi, është shumë i përfshirë në ndeshjet e kombëtares. Emiliano po. Emiliano është shumë i përfshirë në ndeshjet e kombëtares. Të dy vëllezërit e shohim bile i përfshin edhe gjithë klientët, domethënë i bëjmë pjesë. Un kam qelluar një herë ku ka luajtur duke Shqipëria me Spanjën, diçka e tillë, ishte një atmosferë e shkëlqyer. Emiliano, unë do doja që ta jepja i pari atë lajmin e suksesit tënd më të fundit, regjistrimit në Harvard. Po, siç e thash edhe në videon e mparshme, pas kërkesës dhe pas shumë vështirësive, pasi e dim që Harvard Kennedy School është një ndër shkollat më të mira politike në botë, pata një përgjigje pozitive, u pranova për të kryer masterin në administrim publik dhe në leadership, dhe kjo për mua është kurorëzimi i gjithë rrugtimit të formimit dhe studimit gjatë gjithë jetës time, pasi Harvardi konsiderohet sot për sot një ekscelencë ndërkombëtare, edhe mezi pres të rifilloj studimet, pasi kam
një periudhë goxha të gjatë që jam shkëputur, pavarësisht se jam gjithmonë në kontakt me studimin, me leximin, me librat, po kjo do të më jepte me të vërtetë një shtys, pasi konsiderohet edhe një farë vendosje në status sociale botërore dhe të krijon edhe shumë kontakte të rëndësishme që mund të shfrytëzohen për të mirën e vendit ku ka vendosur të krijojë të ardhmen Venecës, pse jo edhe për Shqipërinë. E kishe menduar ndonjëherë kur zgjodhe që studioj në Universitetin e Venecës, i cili gjithashtu është një universitet elitar, që ka profesor të shquar për jo vetëm për Italinë, në nivel italian, po dhe në nivel evropian. Profesor Kaçari, që ka qenë edhe kryetari i Bashkisë Venecias, është filozof i famshëm, duket është pedagog aty i filozofisë, duket ka qenë rektor ose dekan i universitetit. E kishe menduar ndonjëherë që jeta jote do të merrte këtë rrjedhë si kjo që mori? Formimi im ka qenë, baza kryesore ka qenë qytetin e Çorrovodës, dhe unë jam me të vërtetë shumë krenar që jo vetëm formimin, po edhe ambicjet, edhe objektive, i kam krijuar në periudhën më të bukur të jetës time. Unë kam jetuar në qytetin e Çorrovodës, të rrethin e Skraparit deri në moshën 14 vjeçe, dhe them se kjo është mosha më kryesore ku mund të krijosh jo vetëm një formim bazë, po edhe objektivat edhe ëndrat. Ashtu si thot edhe Freudi, kur jeton në një vend që ke përballë male, është gjithmonë ajo shtysa që ti të kesh ambicie për të kapërcyer këto male. Si në fshatin e babit tim në Barç, ku ne kemi përballë malin e Tomorit, ashtu edhe në Çorrovod, gjithmonë jemi rritur me aden për të kapërcyer malet edhe për të mos pasur kur limit për ëndrat dhe objektivat tona. Nuk është se kam pasur ndonjë objektiv konkret ku do arrija sot, po gjithmonë kam qenë ambicioz në jetën time dhe këtë nuk e fshem. Po është guxim i madh ajo që ke bërë ti, domethënë që të futesh në sektorin e restoracionit, një sektor i dominuar kryesisht nga italianët, apo më së shumti nga italianët, të arrish në fillim në 2012 me restorantin e parë, pastaj me të dytin 2014, dhe më pas nuk e di tani sa restorante keni, si familje, si vllazëri, si... Aktualisht administrojmë 3 restorante. Ne kemi nisur eksperiencën tonë në fushën e turizmit, në fushën e restoranteve në vitin 2012, pasi morëm parasysh që Venecia është vendi më i vizituar në botë, po gjithashtu edhe unë me vllai me shumë krenari e themi që gjatë periudhës studimeve kemi punuar part-time në restorant, ndonjëherë në sallë, ndonjëherë edhe në kuzhinë, dhe gjatë kësaj eksperience ne mësuam edhe si kush janë, domethënë, të gjithë komplekset dhe problematiket e administrimit të një restoranti, dhe duke ndërthurur pasionin e miku juaj i ndjer. Urdhë? Miku juaj i ndjer që ka qenë kryetari i Parlamentit Evropian, duket ove. David Sassoli ka qenë mik familje shumë i afërt. Edhe këtë miqësinë e kemi krijuar fal restorantit, pasi erdhi për një vizitë institucionale, u ftova në restorantin tim dhe që në ai moment ai vinte vetëm te ne, pasi ishte i dashuruar me kuzhinën tonë, edhe e vlerësonte shumë edhe mikpritjen shqiptare që ne i ofronim David Sassolit.